Sofrat e iftarit. Sofrat e iftarit për agjëruesin janë vepër e madhe dhe manifestim i solidaritetit. Në këtë rast, duhet të kujdesemi që ti përgatisim vendet më të përshtatshme për iftare, ndërkohë ta shfrytëzojmë rastin që gjatë kohës së iftarit të thrasim ndonjë hoxh si dhe të shpërndajmë ndonjë libër apo fletushk për fenë e Allahut. Të mos e teprojmë me ushqime, nëse mbetet diçka, ajo të mos hidhet. Ushqimi i pastër që ka mbetur mund të shpërndahet nëpër shtëpitë e të ngratëve. Organizimi dhe shërbimi i ushqimit të jetë sa më higienik. Sofra e iftarit duhet të bëhet shkak të pengohet kalimi i makinave dhe të ngushtohet rruga për ata që vinë në xhami. Iftari nuk lejohet të shtrohet me para të zekatit, sepse ata që han iftar, ka prej tyre që nuk u takon zekati, ka pasanik, apo ndoshta ka edhe jo musliman.